Horoskopi ditor e diel 16 nëntor 2025. Dashi. Asnjë planet nuk do të ndikojë drejt për drejt në jetën tuaj sentimentale sot, dhe e ardhmja do të varet vetëm nga sjellja juaj. Mundohuni të mos kritikoni gjithkohës dhe të falni më tepër. Beqarët do të kenë njohje të reja, por nuk duhet të bëjmë plane shumë shpejt. Nëse doni që financat mos të jenë problematike, nuk duhet të kryeni shpenzime të paarsyeshme. Demi. Konfigurimi i yjeve do të jetë mjaft pozitiv për ata që janë në një lidhje. Komunikimi nuk do të shuhet për asnjë moment dhe çdo gjë do të shkojë më së miri. Nëse jeni ende beqar, lërjani çdo gjë kohës dhe mos bëni sakrifica jashtë të zakonshmes, sepse nuk ja vlen. Në planin financiar mos kërkoni të pasuroheni menjëherë, sepse nuk do t'ja dilni dot. Ruani vetëm qëndrueshmërinë. Binjakët. Jeta juaj sentimentale do të jetë shumë e qetë gjatë kësaj dite. Do të kërkoni shumë më shumë nga sa ju jep partneri dhe kjo mund të nxjisë debate të forta me njëri tjetrin. Kujdes, beqarët me shumë gjasa do të gjejnë atë që kanë ëndërruar prej kohësh dhe do të ndihen të plotësuar. Në planin financiar duhet të tregoheni më të organizuar dhe të reflektoni për të ardhmen. Gaforia. Do të ndiheni më të lumtur se kur gjatë kësaj dite në krahët e partnerit tuaj të dashur. Venusi do të krijojë çdo mundësi që ju të kaloni më tepër kohë me të dhe t'i shprehni pa pushim ndjenjat. Beqarët nuk do e kenë mendjen te dashuria, por një takim mbreslënës do i nxjisë të mendojnë më shumë për këtë sektor. Për financat mos u shqetësoni, sepse do të jenë të qëndrueshme. Luani. Kujdes me agresivitetin e tepruar gjatë kësaj dite, sepse mund të acaroni partnerin dhe të keni debate të forta me të. Maturia duhet të mbizotrojë gjatë gjithë kohës. Beqarët nuk duhet i besojnë shumë instiktit të parë, sepse do të zhgënjehen shumë shpejt. Në planin financiar mos kërkoni të pasuroheni shpejt, sepse duke u nxituar mund të bëni gabime të pafalshme. Virgjëresha. Do i bëni më shumë komplimenta personit që keni në krah sot dhe çdo gjë do të shkojë më së miri nëpërmjet jush. Edhe ata që kanë kaluar ditë të vështira do e përmirësojnë situatën. Beqarët do të jenë më të çliruar nga emocionet dhe do t'ia shprehin pëlqimin një personi që pëlqejnë. Financat nuk do të jenë të këqija, megjithatë duhen shmangur shpenzimet e tejskajshme. Peshorja. Do të tregoheni shumë të kuptueshëm me partnerin tuaj sot dhe do ta lini atë të shprehet më lirisht se më parë. Disa do të mendojnë edhe për një angazhim më serioz. Beqarët duhet t'ia lënë gjithçka kohës dhe të mos kërkojnë të bëjnë asgjë me zor. Në planin financiar do të keni më shumë fat se kur dhe do të arrini të hiqni disa para më njanë. Shumë shpejt do të keni përmirësime të ndjeshme. Akrepi. Pas një periudhe jo shumë të mirë për jetën në çift, sot gjërat do të fillojnë të rregullohen. Do të jeni më optimist për të ardhmen dhe do të toleroni më tepër. Beqarët do të jenë në humor të mirë dhe do të bëjnë për vete shumë persona. Do e keni ju të drejtën e zgjedhjes më pas. Në planin financiar do t'i arrini objektivat që i kishit vënë vetes. Situata nuk do të jetë problematike. Shigjetari. Edhe pse keni një lidhje prej shumë kohësh, do të ndiheni të vetmuar gjatë kësaj dite. Flisni me partnerin për këtë dhe shpjegojini gjithçka që ndjeni. Beqarët nuk duhet të dëshpërohen edhe nëse nuk e gjejnë personin e ëndrave, sepse brenda pak ditëve gjithçka do të ndryshojë. Në planin financiar do të bëni çmos për të përmirësuar situatën dhe do të jeni më të qetë. Bricjapi. Joshje, pasion dhe emocione pa fund gjatë kësaj dite. Do të kaloni momente të paharrueshme me atë që keni në krah dhe do të kërkoni që dita të mos mbarojë. Beqarët do të jenë të turpshëm dhe nuk do të përfitojnë nga ftesat apo propozimet që do t'ju bëjnë. Në punë duhet të shmangni shpenzimet e mëdha, por gjithashtu edhe lojrat e fatit.
do humni më shumë se sa mendonit se do të fitonit. Ujori. Do të jeni të vendosur të merrni në dorë fatin e jetës tuaj sot dhe do të arrini të vini në kontroll gjithçka. Do afroni më pranë vetes partnerin dhe gjërat do të shkojnë më së miri kohëve të fundit. Beqarët do të kenë mundësi të njihen me persona serioz, të dashur dhe me para. Nëse nuk tregojeni të arsyeshëm me shpenzimet, do të keni probleme të mëdha financiare. Peshqit. Si ju, ashtu edhe partneri juaj do të keni të njëjtat synime për të ardhmen dhe do të ecni në të njëjtin drejtim. Marrëdhënia mes jush do të jetë më e qëndrueshme se më parë. Beqarët do të kenë takime impresionuese të cilat do t'i lënë me gojë hapur. Shfrytëzojini. Në planin financiar duhet të bëni kujdes me shpenzimet apo dhënjet e huave. Tregohuni më larg pamës.